Data 2 qershor. Ligji për të rirë, kapitulli 6. Ky është urdhërimi, statutet dhe dekretet që Zoti, Perëndia juaj ka urdhëruar t'ju mësoj për t'i zbatuar në vendin në të cilin po hyni për ta marrë në zotërim. Me qëllim që ti të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të respektosh gjatë gjithë ditëve të jetës sate, ti, yt birë dhe djali i birit tënd, të tëra statutet dhe të gjitha urdhërimet e tij që unë po të jap, dhe me qëllim që ditët e jetës sate të zgjaten. Dëgjoj pra Izrael, dhe ki kujdes t'i zbatosh me qëllim që të njohësh begatin dhe të shumëzohesh më të madhe në vendin ku rrjedh shumësh dhe mjalt, ashtu si t'ka thënë Zoti, Perëndia e jetërve të tu. Dëgjoj Izrael, Zoti, Perëndia ynë është një i vetëm. Ti do ta duash pra Zotin Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do t'u angulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur qohesh. Do t'i lidhësh si një shenjë në dorë, do të jenë si shirita midis syve, dhe do t'i shkruash mbi pllakat e shtëpisë sate dhe mbi portat e tua. Kur pastaj Zoti Perëndia yt do të fusë në vendin për të cilin ju betua etërve të tu, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, do të jap qytete të mëdha dhe të bukura që ti nuk i ke ndërtuar, dhe shtëpi plot me të mira që ti nuk i ke mbushur, puse të qelura që ti nuk i ke gërmuar, vreshta dhe ullishte që ti nuk i ke mbjell. Kur të kesh ngrënë dhe të jesh ngopur, ki kujdes të mos harrosh Zotin që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Do të kesh frikë nga Zoti Perëndia yt, do t'i shërbesh dhe do të betohesh për emrin e tij. Nuk do të shkoni pas perëndive të tjera midis perëndive të popujve që ju rrethojnë, sepse Zoti, Perëndia yt, që ndodhet në mes teje është një perëndi xheloz. Përndryshe zemërimi i Zotit Perëndis tënd do të ndizej kundër teje dhe do të bënte që ti të zhdukeshe nga faqja e dheut. Mos të ndoni Zotin ashtu si u përpoqet në masa. Do të respektoni me kujdes urdhërimet e Zotit Perëndis tuaj, rregullat dhe statutet e tij që ai ju ka urdhëruar. Prandaj do të bësh atë që është e drejtë dhe e mirë në sytë e Zotit, që ti të përparosh dhe të hysh e të pushtosh vendin e mirë që Zoti ju betua t'u jap etërve të tu, duke dobuar tërë armiqtë e tu, ashtu siç kishte premtuar Zoti. Kur në të ardhmen biri yt do të pyes çfarë kuptimi kanë këto rregulla, statute dhe dekrete që Zoti, Perëndia ynë ju ka urdhëruar, ti do t'i përgjigjesh birit tënd: ishim skllëvër të faraonit në Egjipt dhe Zoti na nxori nga Egjipti me një dorë të fuqishme. Përveç kësaj, Zoti veproi para syve tan, kreu mrekulli të mëdha dhe të tmerrshme kundër Egjiptit, faraonit dhe gjithë shtëpisë së tij, dhe na nxori që andej për të na çuar në vendin që u kishte betuar t'u jepte etërve tan. Kështu Zoti na urdhëroi të zbatonim të gjitha këto statute, duke pasur frikë nga Zoti, Perëndia ynë, që të kemi gjithnjë mirëqenie dhe që ai të na mbante të gjallë siç po ndodh tani. Dhe kjo do të jetë drejtësia jonë në rast se kujdesemi të zbatojmë tërë urdhërimet e Zotit, Perëndis ton, ashtu siç na ka urdhëruar. Psalmi 89. Unë do të këndoj përjet mirësitë e Zotit. Me gojën time do të shpall besnikrinë tënde të gjithë brezave. Sepse kam thënë, mirësia jote do të ekzistojë përjet. Ti do të vendosësh besnikrinë tënde në veç jetë. Unë kam lidhur një beslidhje me të zgjedhurin tim. Jam betuar Davidit, shërbëtorin tim, duke thënë, do t'i vendos pasardhësit e tu për jetë dhe do të ndërtoj fronin tënd për të gjithë brezat. Dhe qejt do të kremtojnë mrekullitë e tua o Zot, dhe besnikrinë tënde në kuvendin e shenjtorëve. Sepse kush mund të krahasohet në qiell me Zotin, dhe kush është i njëllojt me Zotin midis bijve të fuqishmit. Perëndisi ja kanë frikën shumë në kuvendin e shenjtorëve dhe respektohet thellë nga tërë ata që e rrethojnë. O Zot, Perëndi i ushtrive, kush është i fuqishëm si ti o Zot? Besnikëria jote të rrethon kudo. Ti e sundon tërbimin e detit, kur valet e ti ngrihen, ti i qetëson. Ti e ke bërë cop Egjiptin, duke e plagosur për vdekje. Me krah të fuqishëm ke shpërndar armiqtë e tu. Qejt janë të tut, edhe toka është jotja. Ti e ke krijuar botën dhe të gjitha ato që janë atë. Ti ke krijuar veriun dhe jugun. Tabori dhe Hermoni lëshojnë britma gëzimi kur dëgjojnë emrin tënd. Ti ke krah të fuqishëm. Dora jote është e fortë, e djathta jote ngrihet në qiell. Drejtësia dhe e drejta përbëjnë bazën e fronit tënd
mirësia dhe e vërteta shkojnë përpara fytyrës sate. Lumaj popull që njeh britmen e gëzimit, o Zot, sepse ai do të ecë në dritën e fytyrës sate. Do të ngazëlloj tërë ditën me emrin tënd dhe do të gëzohet shumë në drejtsinë tënde. Po, ti je mburrja e forcës së tyre dhe me favorin tënd ti e shton fuqinë tonë. Sepse mburoja joni përket Zotit dhe mbreti ynë të shenjtit të Izraelit. Ti i fole atëherë në vegim të dashurit tënd dhe the, ndihmova një të fuqishëm, përlëvdova një të zgjedhur nga populli. Gjeta Davidin, shërbëtorin tim dhe vajosa me vajin tim të shenjt. Dora ime do ta përkra me vendosmëri dhe krahu im do ta forcoj. Armiku nuk do ta shtyp dhe i ligu nuk do ta piklloj. Do ta azgjësoj para ti armiqtë e ti dhe do të godas ata që e urrejnë. Besnikëria ime dhe mirësia ime do të jenë me të dhe me emrin tim do të bëhet i fuqishëm. Do ta shtri dorën e tij mbi detin dhe dorën e tij të djathtë mbi lumejt. Ai do të kërkojë ndihmën time duke thënë: Ti je ati im, perëndia im dhe kështjella ime e shpëtimit. Do ta bëj gjithashtu të paralindurin tim më të shkëlqyerin ndër mbretërit e dheut. Do të përdor mirësi ndaj tij për jetë dhe beslidhja ime me të do të mbetet e qëndrueshme. Do t'i bëj gjithashtu pasardhësit e tij të përjetshëm dhe fronin e tij si ditët e qiejve. Në rast se bijtë e tij braktisin ligjin tim dhe nuk ecin sipas urdhërimeve të mia, në rast se shkelin statutet e mia dhe nuk respektojnë urdhërimet e mia, unë do ta dënoj shkeljen e tyre me shufër dhe paudhësinë e tyre me të rrahura, por nuk do ta heq mirësinë time prej tij dhe nuk do të lë që besnikëria ime të jetë e mangët. Nuk do të shkel beslidhjen time dhe nuk do t'i ndryshoj fjalët që kanë dalë nga goja ime. Jam betuar një herë për shenjtërinë time dhe nuk do ta gënjej Davidin. Pasardhësit e tij do të jenë për jetë dhe froni i tij do të jetë si dielli para meje. Do të jenë të qëndrueshëm si hëna dhe dëshmitari në qiell është besnik. Por ti na ke braktisur dhe na ke thyer. Je zemëruar shumë kundër të vajosurit tënd. Ti ke përçmuar beslidhin e lidhur me shërbëtorin tënd dhe ke përdhosur kurorën e tij duke bërë që të bjerë për tokë. Ke shembur gjithë mbrojtjet e tij dhe i ke katandisur në gërmadha kalat e tij. Tërë kalimtarët e kanë plaçkitur dhe ai është bërë gazë i fshinjeve të tij. Ke lavdëruar dorën e djathtë të kundërshtarëve të tij dhe ke bërë të gëzohen tërë armiqtë e tu. Ke prishur tehun e shpatës së tij dhe nuk e ke ndihmuar në betejë. I ke dhënë fund madhështisë së tij dhe ke hedhur për tokë fronin e tij. Ke shkurtuar ditët e rinisë së tij dhe e ke mbuluar me turp. Deri kur o Zot? A do të fshihesh ti për jetë? A do të flakëroj si zjarri zemërimi yt? Kujto sa e shkurtër është jeta ime. Për çfarë kotësie ke krijuar gjithë bitë e njerëzve? Cili është njeriu që jeton pa parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti i Sheolit? Ku janë o Zot mirësitë tua të lashta, për të cilat ju betove Davidit në besikrinë tënde? Kujto o Zot fyrjen që ju bë shërbëtorëve të tu dhe si unë mbaj në zemër fyrjen e rëndë të gjithë kombeve, me të cilën armiqtë e tu kanë fyer o Zot, me të cilën kanë fyer hapat e të vajosurit tënd. I bekuar qoftë Zoti për jetë. Amen. Po. Amen. Isaia, kapitulli 34. Afrohuni o kombe për të dëgjuar. O popull, kini kujdes. Le të dëgjoj toka dhe gjithë shka që është në të. Bota dhe gjithë shka që ajo prodhon. Sepse Zoti është zemëruar me të gjitha kombet, është i ndinjuar me të gjitha ushtrit e tyre. Ai ka vendosur shkatërimin e tyre i braktis në masakër. Të vrarët e tyre do të hidhen tutje, kufomat e tyre do të shelben dhe malet do të shkrihen me gjakun e tyre. Tërë ushtria e qiellit do të zhduket, qiejt do të mblidhen rrotull si një libër, por tërë ushtria e tyre do të bjerë, ashtu si bie gjethi nga hardhia, si bie një fryt i fishkur nga fiku. Me qenë se shpata ime është dehur në qiell, ja, ajo po gatitet të bjerë mbi Edomin, mbi popullin që kanë vendosur të shfaroset për të vënë në vend drejtësinë. Shpata e Zotit është plot me gjak, është ngopur me dhjam, me gjakun e qengjave dhe të cepëve, me dhjamin e veshkave të deshve, sepse Zoti bën një flijim në Bocrah dhe një kërdi të madhe në vendin e Edomit. Bashkë me ta bien buaj, mëza tokë me dema, toka e tyre është vaditur me gjak, pluhuri i tyre është ngopur me dhjam. Sepse është dita e hakmarrjes së Zotit, viti i shpërblimit për çështjen e Sionit. Përrejnë do të kthehen në katran, pluhuri i vet në sjufur, toka e vet do të bëhet rrëshire zjarrt. Nuk do të shuhet as ditën as natën, tymi i tij do të ngjitet për jetë, do të mbetet shkret brez pas brezi, as kush
nuk do të kalojnë mbi të. Zotërt e tij do të bëhen pelikani dhe i rishi, dhe do të banojnë aty kukuvajka dhe korbi. Zoti do të shtrijë mbi të litarin e dëshpërimit plumçën e boshllëkut. Do t'i thërrasin fisniket në mbretëri, por nuk do të ketë asnjë prej tyre dhe tërë princat do të katandisen në hiq. Në pallatet e tij do të rriten gjemba, në fortesat e tij hithra dhe carangtha. Do të bëhet banesë për çakejt, një vend i rrethuar për strucët. Kafshët e shkretëtirës do të takohen me kafshët që ulërin, cjept të thërrasin njëri tjetrin, do të vendosen aty edhe kukuvajkat dhe do të gjejnë një vend pushimi. Do të bëjnë foleneve gjarë për shigjet, do të beshoj aty vezët, do t'i qelë dhe do t'i mbledh në hijen e tij të vegjëlit e vet, aty do të mblidhen edhe hutat, secili me shokun e vet. Kërkoni në librin e Zotit dhe lexoni, asnjë prej tyre nuk do të mungojë, askujt nuk do t'i mungojë shoku i vet, sepse e ka urdhëruar goja e tij dhe e ka mbledhur fryma e tij. Ai vetë ka hedhur shortin për ta dhe dora e tij e ka ndarë midis tyre me vijen e matjes. Do ta zotërojnë përgjithënjë, do të banojnë aty brez pas brezi. Zbulesa, kapitulli 4. Pas këtyre vështrova dhe ja, një derë e hapur në qiell dhe zëri i parë që kisha dëgjuar të fliste me mua si trumbet tha: ngjitu këtu dhe do të tregoj gjëra që duhet të ndodhin pas këtyre. Dhe menjëherë bëhesha në frymë. Dhe ja, një fron ishte në qiell dhe mbi fron rrinte një i ulur. Dhe ai që ishte i ulur nga pamja i ngjante një gur i diaspri dhe sardi, dhe një ylber rreth e qark fronit që i ngjante smeraldit. Dhe rreth e qark fronit ishin 24 frone, dhe mbi frone pashtë ulur 24 pleq të veshur me petka të bardha, dhe mbi kryet e tyre kishin kurora të arta. Dhe nga froni dilnin vetëtima dhe bubullima dhe zëra, dhe përpara fronit ishin 7 llampa zjarri të ndezura që janë të 7 frymrat e Perëndis. Dhe përpara fronit ishte një det i qelqt që i ngjante kristalit, dhe në mes të fronit dhe përreth fronit 4 qenje të gjalla që ishin plot me sy përpara dhe prapa. Qenja e parë e gjallë ishte e ngjashme me një luan, dhe qenja e dytë e gjallë e ngjashme me një viç, dhe qenja e tretë e gjallë kishte fytyrë si të njeriut, dhe qenja e katërt e gjallë ishte e ngjashme me një shqiponjë në fluturim. Edhe të 4 qenjet e gjalla kishin secili nga 7 krah për qark dhe për brenda ishin plot me sy, dhe nuk pushojnë kurrë as ditë as natë duke thënë: I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti, Perëndi, i gjithë pushtetshmi që ishte, që është dhe që vjen. Sa herë që qenjet e gjalla japin lavdi, nder e falënderim atij që është ulur mbi fron, atij që rron në jetë të jetëve, të 24 pleqt bien përmbys përpara atij që është ulur mbi fron dhe adhurojnë atë që jeton në jetë të jetëve dhe i hedhin kurorat e tyre përpara fronit, duke thënë: I denje, o Zot, të marrësh lavdin, nderimin dhe fuqinë, sepse ti i krijove të gjitha gjërat dhe për hir të vullnetit tënd janë dhe u krijuan.